Të nderuar miq, po shoqëroheni me programin e mëngjesit të Radio Kosovës. Në vazhdim të programit do të ndalemi te një temë që lidhet drejt për drejt me kujtesën tonë historike dhe me një nga plagët që ende mbetet e hapur nga lufta në Kosovë, çështja e personave të pagjetur. Pikrisht në këtë 10 qershor, kur kujtojmë fillimin e tërheqjes së forcave serbe nga Kosova, do të flasim për përpjekjet që vazhdojnë edhe sot për të ndriçuar fatin e atyre që ende mungojnë. Mysafir yni është sot Dr. Naimuka, ushtrues detyre i udhëheqësit të divizionit për autopsi mjekoligjore dhe ekzaminime, ekspert me përvojë shumëvjeçare në procesin e kërkimit dhe identifikimit të personave të pagjetur. Ai ka doktoruar në Gjermani me temë që lidhet me këtë çështje. Ka udhëhequr për më shumë se një dekadë divizionin për personat e pagjetur dhe ka qenë antar i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Së fundmi, Dr. Naimuka ka prezantuar përvojën e Kosovës në konferencën e 35 të ndërkombëtare për identifikimin e viktimave të fatkeqësive dhe katastrofave, ku morën pjesë ekspert nga 59 vende të botës. Dr. Uka, mirë se erdhët në programin tonë. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Sot shënohet 10 qershori, dita kur nisi tërheqja e forcave serbe nga Kosova. Si e përjetoni ju këtë datë si qytetar dhe si profesionist, që prej më shumë se 2 dekadash merreni me pasojat e luftës? Përkundër ndjenjave shumë interesante, të lumtura, ndjenja gëzimi, gjithmonë para fytyrave dhe para syve tonë, paraqiten familjarët e personave të zhdukur, cilë përkundër lirisë, cilën ne kemi fituar për sakrifica të mëdha të popullit tonë, ata sot e tutje vazhdojnë të kërkojnë familjarët e tyre të zhdukur. Kjo na bën që lirin të mos e përjetojmë ashtu siç kishte qenë dashur të përjetohej, mirë po ndjenjat e gëzimit janë të përzira edhe me ndjenjat e kërkimit të këtyre familjarëve të cilët akoma nuk gjenden mesin e familjeve të tyre. Është ndjenjë interesante nga këndvështrimi një mjekoligjor, pas që përkundër gjitha të mirave të cilat e sjell liria, lirisë shprehjes, lirisë të punës, lirisë përgjithshme të jetuarit, ne vazhdojmë ulumtimet tona në kërkim të fatit të personave të zhdukur, jo vetëm në Kosovë, mirë po jashtë territorit të Kosovës, apo posaçërisht brenda territorit të Serbisë. Mirë po fatkeqësisht ndjen edhe këtë të shtoj, fatkeqësisht bashkëpunimi me palën serbe ka arrit në një pikë statike ku pala serbe refuzon me të gjitha mënyrat e saj për të dhënë informata në lidhje me lokacionet dhe mbetjet skeletore të personave të zhdukur në pikat ndryshme të cilat janë lokalizuar përmes ndihmës së faktorit ndërkombëtar. Së fundmi keni prezantuar përvojën e Kosovës në konferencën e 35 ndërkombëtare për identifikimin e viktimave të fatkeqësive dhe katastrofave. Sa e rëndësishme ishte që përvoja e Kosovës prezantohej para ekspertëve nga 59 shtete të botës me më shumë se 200 pjesëmarrës. Përgjatë kësaj periudhe kohore, 20 vjeçare të përvojës sime si mjek ligjor, kam prezantuar në kënd botës prezantime ndryshme shkencore, shumica e cilave kanë bëjnë me fatin e personave të zhdukur. Është kjo njëra ndër konferencat më interesante shkencore, e cila organizohet për çdo vit në kuadër të një grupi punues të Interpolit, pas që dihet fare mirë se Kosova nuk është antare e Interpolit, pjesëmarrja atje ka qenë shumë e vështirë, mirë po duke ju falënderuar miqve tanë ndërkombëtar, kolegëve profesionistë, posaçërisht profesoreshës Helena Ranta, e cila është emër shumë i njohur në Kosovë, është njëra prej ekspertëve e cila ka mundësuar identifikimin shkencor të vrarëve në masakrin e Reçakut, e cila ka qenë kërcënuar me jetë në atë kohë. Falë ndihmës së saj ka qenë mundur pjesëmarrja ime përkundër faktit që Kosova nuk është antare e Interpolit. Mirë por në këtë kuadër duhet të falenderoj po ashtu ish ambasadorin amerikane Elizabeth Brashow, e cila ka insistuar që pjesëmarrja ime të bëhet edhe në kushte
shumë të rrezikshme në atë kohë në vitin 2016, mirë po fatmirësisht prej asaj dite deri më sot pjesëmarrja ime vazhdon të jetë njëra prej pjesëmarrjeve më interesante në kuadër të këtij grupi punues. Vetë përvoja e Kosovës në lidhje me personat e zhdukur ka bërë që çdo fjalem, çdo prezantim ime, qoftë në kuadër të nën grupit punues për mjekësi ligjore dhe antropologji mjekoligjore, e tani pas 10 vite në kuadër të grupit punues në sallën kryesore të Interpolit, të mbahet një prezantim shkencor së bashku me në udhëhecin e nën grupit punues Peter Ellis, një prej profesorëve më të njohur australian, i cili ka marrë pjesë me njëherë pas luftën në kuadër të ulëmtimeve për gjetjen e personazhit zhdukur, mirë por në atë kohë misioni i ndërkombëtar ka qenë grumbullimi i evidencave mjekoligjore për tribunalin e Hagës. Pas kësaj periudhe kohore ka vazhduar periudha tjetër kohore e cila është marrë ekskluzivisht me identifikimin e personazhit zhdukur. Ky prezantim ka qenë së bashku me profesorin Peter Ellis dhe ka zgjuar kurreshtin e gjithë audiencës aty, është ndër prezantimet më të rralla. Unë po e bëj një digresion, modestinë e kum lënë nana para se me hy këtu. Ka qenë një prej besa nga këndvështrimet të tjera ka qenë prezantimi më i mirë, po nga këndvështrimi im ka qenë ndër më të mirët, ndër më interesantit, nga se përvoja jonë është shfaqur për 50 pjesëmarrësve të 59 shteteve, me një pjesëmarrje për mbi 160, sa më duket se po harroja shifrat, dhe pas prezantimit secili nga pjesëmarrësit përfaqësues shteteve ndryshme anëtarët të Interpolit kanë qenë shumë të interesuar të vazhdohet ky bashkëpunim në kuadër të hartimit të standardeve dhe protokolleve për hulumtimin dhe identifikimin e personazhit zhdukur, kur kemi parasysh situata të ngjashme të cilat zhvillohen në mbar botën, duke filluar nga Ukraina, Gaza, Irani, Lebani e vatra tjera të krizës botërore. Është interesant të theksohet se përvoja jonë, përvoja e Kosovës është bazuar në situata reale, jo në situata të bazuar në teorinë e shkencave mjekoligjore. Kjo është arsyeja kryesore pse interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Me njëherë pas prezantimit jam kontaktuar fillimisht nga koordinatori i NATO-s për Evropën në kuadër të ofrimit të përvojës sonë për hartimin e këtyre standardeve protokolleve. Mos të harrojmë të theksojmë se në gjitha pjesëmarrjet në konferencën ngjashme shkencore paraqitet një frikë nga situatat në të ardhmen e afërt, duke u nisur nga Ukraina, konflikti Rusia me Ukrainën. Po. Në këtë kuadër kam pasur edhe një takim me udhëhecin për identifikimin në Ukrainë. Emri nuk më kujtohet mirë, po i njëjti ka insistuar që përvoja ime personale, mirë po përvoja se unë aty s'kam qenë me emrin tim personal, fatmirësisht kësaj radhe e kum prezantu Kosovën tamam me emrin e saj në kuadër grupit punues, edhe ai ka kërkuar që përvoja jonë të bartet tek kolegët e Ukrainës, mirë po kërkesa e tij ka qenë që kjo përvojë të bartet atje fizikisht, e jo vetëm përmes shkëmbimit të emailave, përvoja e tona në letër apo në formë elektronike. Pas ekspertit të Ukrainës, kam pas takime me një koleg norvegjez, i cili ka pas një eksperiencë të jashtëzakonshme në Gaza, në Palestinë, dhe i cili tregon se aty në spitale ndryshme të Gazës ekzistojnë me mijëra të vrarë, të pa identifikuar, cilë gjenden në përskutat e ndryshme të spitaleve ndryshme në Gaza. Pala palestineze nuk e ka idenë se si t'i qasët kësaj çështjeje. Më herët jam kontaktuar nga kolegë të ndryshëm ndërkombëtar në kuadër të ndihmës të hartimit këtyre standardeve protokolleve, mirë po ka qenë e pamundur pas që bashkëpunimet tilla nuk mund të realizohen në nivel personal, qoftë profesional dhe shkencor. Mirë po këto bashkëpunime duhet të realizohen në mënyrë ligjore, pas që ekziston rreziku edhe i vetë ekzistencës tonë fizike. Për këtë arsye pjesëmarrja në Gaza përkundër vullnetit që e kam ofruar për bashkëpunim,
është pothuajse pamundur që të shkohet atje fizikisht edhe të kontribuohet në identifikimin e personave të zhdukur edhe në procedimin e tyre, fatkeqësisht në banesën e tyre të fundit, në varrat e tyre. Tjetër takimet ndryshme të tjera janë realizuar në kuadër bashkëpunimeve shtetërore, pas që Kosova konsiderohet si njëra prej vendeve cilat kanë pas një sukses jashtëzakonshëm, fatkeqësisht përkundër numrit të madh i cili konsiderohet ende numri i madh për mbi 1500 persona të zhdukur, Kosova konsiderohet soli suksesi në fushën e identifikimit mjekëligjore. Kjo fal kontribut të jashtëzakonshëm fillimisht të kolegëve tonë ndërkombëtar me njëherë pas luftës, më tutje kontributit tyre në zhvillimin e fushës së antropologjisë mjekëligjore. Mos harrojmë të theksojmë se Kosova është njëra prej shteteve më të rralla në Ballkanin perëndimor që e ka një antropolog mjekëligjor i cili ka kryer magjistraturë në Dundee University, i cili tani udhëheq divizion për identifikime. Unë kam qenë udhëheq i këtij divizioni për 19 vite të tëra. Gjatë udhëheqjes së këtij divizioni jemi përballur me sfida prej më të ndryshme. Edhe mu për shkakun e mungesës së kuadrit profesionist, kemi qenë të detyruar të bashkëpunojmë edhe me ekspertë thonjza, cilët nuk kanë qenë fare ekspertë, përkundrazi kemi pas probleme të shumta, aq shumë sa që jemi detyruar në fund të nënshkruajmë një peticion për largimin e njërës prej kolegeve në thonjza prap, e cila ka bërë gabime të jashtëzakonshme në procesin e identifikimit mjekëligjore, me gabimet e të së cilës sot përballemi si divizion për identifikimin mjekëligjore. Këto vlerësime, zotri Uka, që keni marrë, çka do thotë kjo për ekspertizën e ndërtuar në Kosovë, sepse nuk është pak të vlerësohet një ekspert i vendit tonë, po Kosova, siç e thatë, ju të cilën e keni prezantuar atje. Çfarë bën këtë përvojë të veçantë? Në kuadër të punimeve në grupin punues të mjekësisë ligjore antropologjisë mjekëligjore trajtohen tema të profesionit shumë të ngushta në kuadër të profesionit të mjekësisë ligjore dhe antropologjisë mjekëligjore. Vlerësimi në kuadër të këtij në grupi punues është i nivelit shumë të lartë. Përvoja e Kosovës është njëra nga përvojat më të rralla në krejt botën. Është përvoja e rrallë pas që ka qenë bashkëpunimi me ekspertë ndërkombëtar nivelin më të lartë mundshëm. Edhe hartimi i standardeve protokolle nga vende ndryshme të botës ka rezultuar me suksese në numrin e të identifikuarve. Më lejoni të sqaroja faktin se në secilin vend që kemi informata për hulumtimin e gjetjeve mjekëligjore, mbetjeve skeletore, të ne nuk mungon ekspertiza për gjetjen, identifikimin dhe procedimin e tyre. Mirë po mungon informatat e besueshme për varrezat masive apo varrezat individuale. Kjo na bën që akoma të vazhdojmë bashkëpunimin me një njësi të EULEX-it, e cila vazhdon të bashkëpunoj me neve në kuadër të Institutit Mjekësisë Ligjore. Përkundër faktit se kapacitetet tona vendore janë shembull në krejt botën për ndërtimin e një strukture të jashtëzakonshme për arritjen e këtij suksesi. Edhe një fakt dua të theksoj se prapa këtij suksesi qëndrojnë figurat heshtura, heronj të ditëve tona, zyrtar të këtij divizioni, cilët nuk janë të njohur për publikun, mirë po fal punës së tyre, është arritë që të ndërtohen databazat ndryshme të marra nga ndërkombëtarët, mirë po e të modifikuar nga zyrtarët tanë, e cilët vazhdojnë të punojnë, mirë po emrat e tyre, figurat e tyre nuk dalin kurrë në publik. Unë e shfrytëzoj këtë rast se i falenderoj për punën e tyre, mirë po falënderimet më të mëdha ata i marrin nga familjarët e personave të zhdukur, me të cilët vazhdon ky bashkëpunim, edhe fatkeqësisht gjithmonë ata nuk marrin falënderime, përkundrazi marrin vrejtje, marrin ankesa nga familjarët, pas që familjarët gjithmonë kanë drejt edhe në ato momente kur ajo e drejta e tyre nuk ka kurrë arsye, mirë po është një maksime jona se familjarët edhe kur nuk kanë drejt, kanë drejt.
Përvoja në kuadër të grupit punues të mjekësisë ligjore të Interpolit, përvoja e Kosovës çmohet jashtëzakonisht shumë. Është hera e parë që dikush prej prezantuesve merr email falënderimi pas përfundimit të kësaj konference. Është Kosova përmes emrit tim, përmes bashkëprezentimit tim me zotin Peter Ellis, edhe në fund të këtij emaili kërkohet nga unë që të vazhdohet bashkëpunimi në të ardhmen, pas që përvoja e Kosovës mendohet, shpresohet se është një shembull shumë i mirë që do të shërbej edhe kriza jo vetëm në rajon, mirë po anë kënd botës. Sa ka përparuar procesi i identifikimit personave të pagjetur që nga përfundimi i luftës dhe cilat janë rezultatet më domethënëse? Në aspektin shkencor, metodat hulumtuese janë zhvillime sipër. Institute ndryshme botërore hulumtojnë kuadër të gjetjes së metodologjive të ndryshme. Në kuadër të këtyre metoda është metoda e fundit, metoda e demineralizimit, e cila ka mundësuar identifikimin e persona zhdukur duke u bazuar edhe në hirin e kockave. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme e fushave të mjekësisë ligjore, mirë po jo vetëm kjo, sepse në kuadër të hulumtimeve për identifikimin e personave zhdukur përveç mjekësisë ligjore, duhet patjetër të ekzistojë edhe arkeologjia forenzike, e cila merret me hulumtimin e përmbajtjes cilësisë, kualitetit të tokës në të cilën dyshohet se ka mbetje mortore, e fatkeqësisht kjo fushë tani është akoma e pazhvilluar. Në këtë kuadër një zyrtar i joni në divizion për identifikime ka kryer studimet në degën e arkeologjisë, mirë po kjo dega e arkeologjisë në cilën ka përfunduar studimet i takon arkeologjisë përgjithshme, për të ardhur për të bërë arkeolog forenzik duhet të kryejë edhe një pjesë speciale e cila quhet arkeologji forenzike, e fatkeqësisht procesi ka ngecë këtu. Në kuadër të antropologjisë mjekoligjore e kemi një ekspert, një tjetër i cili vazhdon të punoj, njëjtë sikur eksperti i cili ka mbaruar masterën Dandi, është një koleg tjetër mjekoligjor i cili përkundër mungesës certifikatës, përvoja e tij çmohet anë kënd botës. Vizitat e tina, në pjesëmarrjet e tina në punëtorinë ndryshme shkencore, është vlerësuar pjesëmarrja e tij dhe vazhdohet bashkëpunohet me institute ndryshme ndërkombëtare. Në këtë kuadër është i domosdoshëm bashkëpunimi me policinë hetuese, pas që informatat janë detyrë dhe obligimi i kësaj njësie që t'i sjell tek ne, informatat e tilla përpunohen edhe krahasohen me informatat që gjenden në databazat tona. Informatat këto të policisë edhe nga familjarë quhen informata antemortem para vdekjes, që janë shumë të rëndësishme, janë kruciale për fillimin e hetimi për një proces suksesshëm të identifikimit mjekoligjor. Mendohet se mbi 1500 persona vazhdojnë të figurojnë pagjetur. Çfarë mungon ende për të zbardhur fatin e tyre? Mungojnë informata nga pala serbe. Unë në takimin e fundit të nëngrupit punues në kuadër të Interpolit kam insistuar haptazi që të ushtrohet presion nga secili pjesëmarrës koleg në atakim te pala serbe përmes rrugëve ndryshme, qoftë diplomatike, shkencore, kolegiale, që këto informata na dorëzohen neve. Ne gjatë disa vizitave hulumtuese në Batajnicë, në Petrovoselo dhe në pika ndryshme të Serbisë, kemi marrë informata shumë të besueshme, edhe kemi rezultate nga incizimet nga NATO-ja që ekzistojnë marrëza edhe të tjera masive në Serbi, mirë po pola serbe heziton që të japi këto informata të fillohet me operacione konkrete. Që nga viti kaluar ka mbetur që të vazhdohet puna në vend varrezën e Batajnicës, pas që ka dyshime të arsyeshme që një pjesë e varrezës më parshme
është akoma e pa hulumtuar, edhe incizimet nga NATO-ja cilat i disponon fakturën ndërkombëtar e cilat janë shpërndarë edhe tek ne, dëshmojnë qartë se aty ekzistojnë dyshime të arsyeshme për akoma mbetje skeletore të personat zhdukur. Keni qenë pjesë e kërkimeve dhe në Rudnica afër Rashkës dhe në minierën në Kizhevak. Çfarë kujtoni nga ato operacione që kanë ndihmuar në zbardhjen e së vërtetës për shumë familje? Operacionet hulumtuese të Rudnicës dhe Kizhevakut janë realizuar nga viti 2014 dhe në fund vitit 2021, sa e kujtoj po. Edhe gjatë këtyre operacione kemi marrë pjesë ekipe ndryshme mjekoligjore në kuadër të Institutit Mjekësisë Ligjore në formë rotative. Në mesin e këtyre pjesëmarrëve kam qenë edhe njëri prej tyre. Kujtimet janë fatkeqësisht kujtime shumë të rënda me të cilat ne shpesh herë hezitojmë të rikujtojmë pas që pa marrë parasysh a është familjari yti apo jo, përjetohen në rënd në aspektin emocional. Unë e kam vllaun psikolog dhe gjithmonë kur kthehena prej vendvarrezave ndryshme, kërkoj ndihmën e tij, mirë po ai arsyetos në aspektin profesional se trajtimi prej familjarët nuk është adekuat e muzon vende tjera. Më lejoni të rikujtoj se në fillimin e hulumtimeve në Rudnicë ne kemi pasur rezistencë të jashtëzakonshme nga faktori serb për pjesëmarrjen në këtë vendvarrezë, pasi që ka qenë pjesëmarrja jone parë aktive në aspektin profesional. Me këtë nënkuptohet që edhe ne si ekspert mjekoligjor kemi marrë pjesë edhe në hulumtimin, edhe në gjetjen e kockave e mbetjeve skeletore të personave zhdukur, që shënon vendvarrezën e parë ku faktori ynë ne kemi marrë pjesë aktive në këtë vendvarrezë. Kemi pasur rezistencë të lloje ndryshme, duke filluar nga presionet individuale të palës serbe, jo të kolegëve tonë, të kuptohemi, me kolegët mjekoligjor kemi bashkëpunim shumë të mirë po të pjesës administrative të ekipit serb, kemi pas problemet ndryshme të udhëtimeve, të akomodimeve, qëndrimit aty, mirë po përkundër këtyre këtyre sfidave, qëllimi jonë madhor për gjetjen e mbetjeve skeletore të personave zhdukur ka dominu mbi gjithë këto sfida. Në mesin e krejt këtyre ngjarjeve të mëdha, se për momentin po më vinë kujtime ndryshme, moj me dallu në rastin më të rënd kur në vitin 2021 në ditëlindjen time, më 25 maj, Ke festuar atje ditëlindjen, apo jo? Po, e kam festuar në Varrezë, për vjetori i parë i nonës, ka qenë njëri prej momente më të vështira, pas që duke hulumtu kockën e mbetjeve njerëzore, njëjtën kohë ditëlindja faktikisht ka mbet një lloj si kujtimi, mirë po për vjetorin e nonës edhe mbetjet mortore aty kanë qenë kulminacioni i sfidave në kuadër këtij procesi. Aq më tepër për fatin tem, a ditë ka rroshi imt, sot që vëjkat atmosferën shumë më të rëndë. Mirë po, gëzimi jonë se u gjetën mbetjet e fundit mortore, cilat i kem pas informata për to, ka mbizotru për kundër kësaj gjendje të rëndë emocionale. Zotri Uka, dhe sa kanë ndryshuar metodat shkencore të identifikimit gjatë këtyre 2 dekadave dhe çfarë roli luan sot analiza e ADN-s? Deri në vitin 2002 analiza e ADN-s nuk është funksionalizuar në Kosovë, edhe mu për këtë shkak sot ballafaqohemi me një numër të konsiderueshëm të keq identifikimi mjekoligjore, pas që në atë kohë identifikimi mjekoligjore janë bazuar edhe në veshmbatje, kur ne si pjesëmarrës të asaj kohe e dim fare mirë se ka pas raste kur janë ndrruar rrobat mes anëtarëve të familjes, duke provuar që të iket ballafaqimit me forcat serbe, një burr ka vesh një palto gruaje, një kapot ndonjë grua në mënyrë që të
ti iket i ballavacime, mu për këtë shkak ka keq identifikime, mirë për fatin e mirë nga viti 2002 është vazhduar me identifikime të bazuar në rezultatet e analizave të ADN-s. Fati i keq i shtetit tonë është se nuk kemi akoma laborator të ADN-s tonin dhe varemi nga rezultatet e analizave laboratorike të laboratorit të ICMP-s në Hagë. Edhe databaza e ADN-s e këtyre raste gjendet në Hagë. Ne kemi pas bisedat shumë të lidhje me këtë problem të quaj se është problem se databaza shtetërore të ekzistojnë në një shtet tjetër, në një organizatë ndërkombëtare, pa marrë parasysh sa ka reputacion, nuk është në rregull, mirë po kjo mbetet si një prej sfidave më të rëndësishme të shtetit tonë që ajo bazë të kthehet në Kosovë, të takoj Kosovës është e njerëzve të Kosovës, pa marrë parasysh se ata janë të zhdukur apo të gjallë. E përmendet pakës më herët se bota po përballet me konfliktet e reja. Çfarë mund të mësojnë Ukraina, Gaza dhe zonat e tjera të luftës nga përvoja e Kosovës? Dhe na e thoni nëse Kosova do të jetë përfaqësuese në Ukrainë dhe Gazë për identifikimin e viktimave. Kosova është përfaqësuese, Kosova njihet në krejt këto shtete si njëna prej shteteve që japin ndihmë të konsiderueshme, qoftë në mënyra të tjera. Ne vazhdojmë të bashkëpunojmë me kolegë të ndërkombëtar që qëndrojnë në afër krizave të luftës, ka edhe të tjerë që qëndrojnë në brendit krizave të luftës, mirë po unë vazhdoj konkretisht unë vazhdoj të bashkëpunoj me kolegë tanë që gjenden afër Kijevit, qoftë në kuadër të Interpolit apo të organizata tjera ndërkombëtare, ICMP, ICRC, Rapid Response të tjera, për cilave vazhdimisht ka marrë ftesa që të jenë pjesë e ekipeve të tyre, mirë po kohët e fundit presioni për të qenë pjesë e ekipeve aktive të tyre në afër krizave të luftës së shtuar, mirë po është problemi jashtëzakonisht i madh pas që fillimisht duhet të kërkohet leje prej shtetit ku punojmë, që unë konsiderohem zyrtar shtetëror i shtetit që ne përfaqësoj, edhe në kuadër të përfaqësimit zyrtar duhet të ekzistojë një bazë ligjore e përfaqësimit të tillë, mirë po përfaqësimi në mënyra të tjera është ekziston. Unë kam ndihmuar në identifikimin e disa persona në Gaza me kolegë të tjerë ndërkombëtar, nuk është bërë publike, ka qenë plotësisht humanitare, kam bërë ekzaminime klinike mjekëlizore në kuadër të ekzaminimit të plagëve të ndryshme të cilat janë shfaqur në trupin e disa fëmijëve fatkeqësisht, edhe ekspertiza ime ka shkuar, edhe në bazë të ekspertizës time është proceduar rasti, kuptohet ekspertiza ime nuk ka qenë e vetme, kanë qenë ekspertizat të kolegëve të tjerë ndërkombëtar, mirë po fal përvojës të jashtëzakonshme të cilën e kemi ne këtu, ka dominu ajo imja, edhe në kuadër të procesit të identifikimit mjekëligjore, shumicën e rasteve përvoja jonë dominon mbi përvojat e varfra të kolegëve të tjerë. Ne kemi pasur fatkeqësi, pas që ekspertë ndryshëm që kanë punuar në Kroaci, në Bosnë, kanë ardhur në Kosovë, kanë bërë përvojën e Kroacisë të Bosnës. Ne fatmirësisht tani e posedojmë përvojën e 2 vendeve tjera paraprake Kroacisë Bosnës, e cila është sjellë përmes kolegëve ndërkombëtar në Kosovë, edhe konsiderohemi si profesionist që të posedojmë një uri më të madhe se të tjerat. Doktor, në këtë 10 qershor kur kujtojmë fundin e luftës dhe fillimin e epokës të re për Kosovën, a besoni se do të vi dita kur do të zbardhet fati se cilit person të zhdukur nga lufta? Është shumë vështirë të flitet me terminologji strikte, shpresat ekzistojnë, shpresa vdes e fundit, askush s'ka drejt t'ja mohoj shpresën familjarët persona zhdukur, mirë po sipas dhënave tona, cilat akoma nuk janë bërë publike, akoma nuk janë vërtetuar, nuk janë konfirmuar, shpresat edhe pse minimale vazhdojnë të ekzistojnë,
edhe ne vazhdojmë të punojmë në atë drejtim. Askund në botë nuk është arrit që të bëhet identifikimi e krejt personave të zhdukur. Sot e kësaj dite, shteti gjerman insiston që edhe në Kosovë të bëhet identifikimi i luftarëve të tyre të humbur gjatë luftës së dytë botërore. Ka operacione, qoftë individuale, edhe në Kosovë në zhvarrimin e mbetje mortore të ushtarëve gjerman të luftës së dytë botërore. Zotër Juka, ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm të programit të mëngjesit të Radio Kosovës. Unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj. Ishte kënaqësi të merrja pjesë, ju falenderoj shumë për respektin e konsideronin e juaj. Shfrytëzoj rastin që në kuadër të kësaj dite të madhe për Kosovën të uroj çdo qytetari edhe të uroj vetëm momente të mira e jo rikujtime në të kaluarën, cilat fatkeqësisht na ndihmon akoma edhe sot. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, bashkëbiseduam me doktor Naim Mukën, ushtrues detyrës i udhëheqësit të divizionit për autopsi mjekoligjore dhe ekzaminime.